dhe një javë me folë për parën, po pa pare sot nuk starton asë një gjë, asë telefoni nuk starton pa pare. Po ona tjetër tani, unë thëmë kështu, që po mos të ishte interesi i parës, do ishte një formë tjetër e njërzimi dhe vëllë sistemi, shumë gjona në botë njeriu si njeri nuk do t'i kishte bo atë gjona. E kam fjallën kriminaliteti, vrasjet, luftat, lëllë gjëre negative, mos i përmeni gjitha. Përmenim edhe pozitivat, ashtë imaginoje si kur na mos përfitonim, nuk këshim zgju herët me ardhën punë, këshim najtë shtritë të nditës, këshim pasë, që shme i kërë shpenzimë. Ona tjetër, do më thonë, po t'ishte një sistem ndryshe, se ndoshta edhe nuk e zbulon një sistem, ndoshta do t'ishte komplet ndryshe që njeriu, do më thonë, shumë spontane do i bënde shumë gjërë, do më thonë, pa interes të parës. Po, ai sistem nuk ekziston e mi kitë sistem. Kështu që parja edhe në fund të këmë shkru vetë, edhe kemi shkru me dorë, bjetes edhe interes. Inderum, ka ke shumë i hereshëm, edhe na ma heret kem të folë për Big Brother, ta më në tip për Big, a i shëhim Big Brother? Nuk jam aj tipuna. Se? Jo, nuk jam i asaj pjesone. A i ke këshyrë kështu, ma të pëlqen? A, si këshyrë. Unë nuk këshyri televizion të fare, din publiku se unë jam kryus, nuk jam shikus. Kjo i bje që unë 20 orë në ditë jam aktiv, do më thonë kam punën, mirë në artë. Qka të inspiron, Inderum? Qka të inspiron, pra? Qka më inspiron? Zonë njës që është njeri inspiron, qo për mi, qo për të kesh? Po, pa tjetër, dhe më thonë inspiron në atë kuptimi komplet, dhe më thonë, aktiviteti jem, dhe më thonë, unë jem një njeri që jem shumë aktiv, ose më thonë edhe hiperaktiv në njërë pozitive, gjithë energjinë e përdori shumë njërë pozitive, gjdo mbrome baj edhe 4 orë sport, e din publiku se nuk e kom cekë janë të afërt. Po, dhe më thonë, unë jem edhe nga pjesa medicinës, jam gjys mjeku, e kom kry shkollën e medicinës, që ta dini për ata që nuk e din, dhe më thonë e kam shkollën e mesme. Interesant, muzika edhe mjekësia. Bravo, edhe mjekësia dhe më dyja të shërojna. Qka është i lashe shpirtit tonë, pra? Po kjo dhe më që edhe muzika, edhe sporti, po, edhe familja, edhe reti, edhe shoqëria, gjitha që... Studio muzikore që jep një mundësi edhe shumë trimve që dëshirojnë me marë hapat e parë, pëse jo dhe ata që kanë karjerë. Dhe cyre, apo jo? Po, unë e kam do mënë biznesin jo studio, po e kemi në për instrumente muzikore. Për instrumente, po. Për instrumente muzikore, punojnë ma shumë me elitën evropiane edhe me lartë. Okej, shumë mirë. Po cili instrumente pëlqen ma tepër? Unë personalisht. Edhe adin me luj ndo një instrument, apo ju shkon zoni? Po, jo, unë jam edhe instrumentalist, unë e luj fisharmonik, luj piano, luj keyboard që thënë edhe luj qiftelin. Po, qysh me pas kohë me këshyr Big Brother, në falë. E qiftelin e adon ma shumë se këto instrumente tjera? Po, qiftelin, me qiftelin e këmë fillu, e këmë cek edhe shumë mediume, po e cek edhe për publikun e jo, dhe më thonë qiftelin me 6 vjetë, e këmë saju për furkës nenës, nena jeme ka qenë të bo penjë me lesh dhënve, e këmë marë furkën, e këmë nu 2 penjët najlonit, e këmë bo se qiftelia, edhe këmë fillu dhe më me furkë, me 6 vjetë. Me vek që kanë botu në erë. Edhe që u shkru një liber të me monografi, të më thonë, mbi 4 dekada mbi artin e muzikës, që ka boja e fida falimderi shumë, e ka cek hala jeme, dhe më nona, motre e babës të emë, është 90 ca vjeqore, e ka cek një liber të emë. Se kam marrë dhe pjesë familjarë të ato që kanë shkru. Ka thonë, po, kujtojtë, thot Bekimi, kërë konë shumë i vogël, thot e mirë të fushkën e nonës dhe, dhe më thonë, njërës teme, thot edhe lumë të si qifteli. I vogël, thot ka qenë, po thot shumë i vogël, thot. Pra, e ki pasë edhe talent. Po, e kam dhunti edhe nga zotit, se thënë e fjallë, unë, dhe më thonë, unë e kom sekë shumë herë që unë s'kam qenë shkollë të muzikës, unë i ba regjitu, s'jam regjisor, s'kum kry shkollë regjisori, ose asë kompozitorit. Po? Ke mësu vetë? Ketë, po, nga vetë, dhe më thonë. Nga dëshira. E ke promovu, sa po e ke promovu pra këngën pare? A flasim pak edhe për këngët e kaluara? Po, pa tjetër. Po, vetëm, e kam para kësaj këngë, është kënga Unë jam Skënderbeu. Që dhe më nuk pa ta mundësi ta promovoj. Unë jam Skënderbeu. Qëka të shtyu me realizu këtë këngë, sepse edhe klipin e po ishte bu?